Prej 20 ditësh vazhdojnë kërkimet për gjetjen e trupit të 30 vjeçarit Jurgen Karaj, i cili dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e ujit të Zallit të Darsit në datën 10 janar. Prej 20 ditësh, gjithë vijen lumore të Lumit të Madhit dhe liçenin e Uxhës e kanë kontrolluar forcat tona të armatosura. Në ndihmë të grupeve shqiptare janë paraqitur edhe forcat e sigurisë së Kosovës, të cilat do të asistojnë me pajisje nënojore për të parë dhe për të kërkuar për 30 vjeçarin Jurgen Karaj. Forcat shqiptare dhe ato të Kosovës kanë rinisur kërkimet nga vendi aksidentit, ku automjeti me të cilin udhëtonin Andi Losha e Jurgen Karaj përfundoi në zalljen e fshatit Dars. Vëllai Jurgen Karajt, Endrin Karaj, falenderoi të gjithë ata që janë angazhuar për gjetjen e vëllait të tij. Dua të falenderoj ushtrinë e Kosovës dhe shpresojmë që të bëjmë më të mirën për të gjetur vëllain tim Jurgen Karaj. Ngjarja e rëndë ndodhi më 10 janar, kur 24 vjeçari Andi Losha e 30 vjeçari Jurgen Karaj po ktheheshin nga Klosi në shtëpinë e tyre në fshatin Fullqet. Automjeti me të cilin udhëtonin doli nga rruga në vendin e quajtur Ura e Halidit. 24 vjeçari arriti të dilte i gjallë, ndërsa 30 vjeçari dyshohet se u rrëmbye nga rrjedha e fortë e ujit.